Unë dhe bota, nga Margarita Lapushi Zeneli. U theva një ditë dhe yjet më ranë mbi supe, sigur drite të shkëputur nga qelli. Rash, u plagosa, veten e ula në bankën e gjyqit dhe lotët i shpalla fajtor. U shgënjeva, dhimbjen e mora për dore, ndërsa mlefin, pa e kuptuar, e lash të flas me zërin e një stuhie të mbyllur në krahëror. Të gjithë yjet u shuan mbi tokë. U tretën në peshën e heshtjes, si qirin që mbete në detin e errësirës. Vetëm një mbeti pezull mbi sytë e mi, si një rojtar i fundit i shpresës. Ti je diell, më tha, dhe bota ka nevojë për njerëz si ti. Ti duhesh njerëzimit për dritë, për shërim. Për një çast mbeta pa frym, si agimi që harron të lind, si një zog me krah të lagur që druhet nga qelli. U ngrita, fshiva lotët dhe yllit ju drejtova. Po bota, ku ishte kur unë kërkoja një dorë? Ku ishte njerëzimi ku shpirti im shëmbe si një katedrale lashtë në peshën e vetmisë? Pse duhet të jem gati për botën kur bota s'ishte gati për mua? Pse më kërkon të digjem për të tjerët kur askush s'u bë dritë për mua? Pse më kërkon të jem lumë për etjen e të tjerëve, kur shkretira më piu çdo pikuj? Po ti? Ti, ku je kur unë të kërkoj? Kur netët më varen në qafë si zinxhir prej hijeje, kur zemra më bëhet një shtëpi e braktisur ku era numëron mungesat. Ma thuaj, a ka përgjigje për këtë? Apo disa plagë janë nyje të fikur, që vazhdojnë të digjen heshtje brenda nesh?